Mirë se vini në edicionin qendror informativ në ekranin e Blu Televizion. Do të ndalemi tek politika, ku është zhvilluar këtë të shtunë Asambleja e Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama deklaroi se brenda këtij sesioni parlamentar do të çojë para ligjin për referendum, ndërsa ju rikthye ides për të ulur numrin e deputetëve në kuvent nga 140 që janë aktualisht. Këto dhe të tjera në kronikën e vijim. Është zhvilluar në qytetin bregdetar të Durrësit Asambleja e Partisë Socialiste me fokus në zgjedhjet e brendshme të partisë dhe përgatitjet për zgjedhjet vendore të 2027-s. Kryeministri Edi Rama tha se në zgjedhjet vendore pret një fitore më të thellë, ndërsa komentoi dhe drejtësinë duke thënë se duhet të jetë e paanshme dhe profesionale. Në fjalën e tij para Asamblesë së Partisë Socialiste, Edi Rama tha se puna për reformën territoriale duhet të vijojë me ritëm të lartë dhe me pasqyrimin e qytetarëve në çdo zonë të vendit. Gjithashtu kreu i qeverisë theksoi se është emergjente nevoja për depolitizimin e administratës zgjedhore, pasi sipas tij Shqipëria mund të jetë sot i vetmi vend në Europë më politike në komisionet zgjedhore. Detyrën për të bërë një reformë administrative territoriale, e cila nuk mund të qëndrojë e mbyllur në guackën e një komisioni, por tani ka ardhur koha që të diskutohet. Dhe në radhë parë ta diskutojmë ne me njerëzit në territor. Pushteti politik dhe pushteti ekzekutiv së bashku me legjislativin si shprehje e pushtetit politik me të gjithë proceset e brendshme në sistemin e drejtësisë që kanë të bëjnë me promovimet, që kanë të bëjnë me emërimet, që kanë të bëjnë me inspektimet, që kanë të bëjnë me shkarkimet. Gjithashtu Rama deklaroi se Shqipëria nuk po ecën me ritmin për përmbylljen e kapitullit të sigurisë ushqimore. Kryeministri Rama nga Durrësi foli dhe për riorganizimin e Kuvendit të Shqipërisë dhe propozimi i tij për uljen e numrit të deputetëve. Ai theksoi se ligji për referendumet është një ligj i munguar, duke njoftuar se duhet ta çojnë para brenda këtij sesioni parlamentar. Kemi folur për riorganizimin e Kuvendit të Shqipërisë. 10 legjislatura kanë hyrë dhe kanë dalë në Kuvendin e Shqipërisë 1136 deputet. Nuk besoj se ka shqiptar që do thoshte na duhen më shumë deputet, po besoj që s'ka shqiptar që do thoshte na duhen më pak deputet. Dhe ne do ta zbresim numrin e deputetëve. Dhe besoj që për këtë ne jemi vonë, por prap kemi të gjithë kohën e nevojshme që t'i thrasim shqiptarët në referendum. Dhe prandaj ne duhet të çojmë përpara ligjin e munguar për referendumet. Se ka dhe tema të tjera që ma ha mendja mua, do të na vlejnë shumë që t'i vendosim përpara shqiptarëve dhe t'u lëmë shqiptarëve të thonë se kush është me kë dhe kush është për çfarë. Akuzave të opozitës se Rama i mbylli derën e integrimit të Shqipërisë duke mos i dorëzuar SPAK-ut Belinda Ballukun, kryeministri i përgjigjet duke thënë se negociatat nuk kanë dalur në asnjë sekond. Rama tha se raporti i KS për Shqipërinë është i shkëlqyer dhe se nuk ka mërgat qyqesh në Berlin e Bruksel që e ndal këtë rrugëtim. Ndërkohë në Asamblenë e Partisë Socialiste Edi Rama tha dhe se çmimi i naftës parashikohet të rritet. Gjatë fjalës së tij kreu i qeverisë deklaroi se nëse çmimi kalon vlerën 220 lek, do të ketë ulje me 20% të akcizës së karburantit. Rikthehemi me ujësillës kanalizime Vlorë, nismat konkrete për rritjen e arkëtimeve. Gjatë një interviste për Blu Televizion, drejtori Ermal Murati konfirmon se janë marrë masa për identifikimin dhe ndërprerjen e lidhjeve të dyfishta apo abuzive me synim përmirësimin e menaxhimit financiar të institucionit. Rritja e arkëtimeve dhe të ardhurave mbetet një sfidë kryesore për shoqërinë aksionere Ujësillës Kanalizime Vlorë, jo vetëm për të përmirësuar shërbimin ndaj qytetarëve, por dhe për të mundësuar realizimin e investimeve në qytet. Këto investime nuk lidhen vetëm me projektet e qeverisë, por dhe me ato të vetëndërmarrjes së ujësjellësit. Kreu i këtij institucioni, Ermal Murati, konfirmon se janë ndërmarrë disa nisma konkrete në zona të ndryshme të qytetit, të fokusuara në rritjen e arkëtimeve, si dhe në identifikimin dhe ndërprerjen e lidhjeve të dyfishta apo abuzive.
Sipas tij, synimi kryesor mbetet rritja e të ardhurave dhe përmirësimi i menaxhimit financiar të institucionit. Kjo ndërmarrje që të eci përpara duhet të rrisi pozicioni financiar i shoqërisë është temë mas e ndikuar nga të ardhurat dhe nga argëtimet. Të kuptojmë që ky është një investim nga qeveria gjermane dhe shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare, njëkohësisht nga krau tjetër ne duhet të tregojmë dhe forcat tona si sjellës për të përmirësuar pozicionin e saj financiar që të bëjmë investime me fondet e sjelljes, jo të ngelemi gjithmonë të varur vetëm nga investime që mund të vinë nga donatorë ndryshëm apo nga vetë qeveria shqiptare. Kemi disa nisma, kemi disa projekte që havën eficiencë, përfitojnë nga rasti te zona Partizani Karabashit ku është vënë linja e re e furnizimit, kemi pas disa anomali aty ku ndodhen abonent me 2-3 linja, neve jemi detyruar që të disiplinojmë të sistem, të faturohet për konsumin real të tij, e njëjta gjë është edhe tek zona e plazhit vjetër dhe aty do kemi një aktivitet për demontimin e linjave të vjetra dhe përdorimin vetëm të linjave të reja. Janë disa gjëra që duhet ishin bërë me kohë, por tani kemi dhënë një shtys ndërmarrjes e vetes për ta çuar para këtë situatë. Niveli i aktimeve për muajin që lam ishte në 100%, muaj presim të jetë akoma dhe më i lartë, por sfida është që duhet të rrisim të ardhurat e shoqërisë dhe faturimin. Faturimi ka disa strategji për të arritur te faturimi, duhet të eliminojmë humbjet e ujit, duhet të eliminojmë abuzimet me rrjetin dhe duhet disiplinohet dhe pjesa e faturimit edhe leximit nga ana jonë. Problemi i lidhjeve të dy fishta dhe niveli ulët i arkëtimeve janë çështje që kanë ekzistuar prej kohësh. Megjithatë, krahas projektit të ri që po zbatohet në Vlorë, synohet dhe zgjidhja përfundimtare e këtyre problematikave, duke garantuar një shërbim më cilësor dhe më të qëndrueshëm për qytetarët. Rikthimi i bordit të transparencës i cili do të monitorojë dhe vendos çmimin e karburanteve në Vlorë shihet me skepticizëm. Sipas qytetarëve, më herët ky bord nuk arriti të funksionojë ndërsa rekomandojnë vënje në funksion të rezervave të karburanteve. Qeveria shqiptare lajmëroi një ditë më parë se do të rikthehet bordi i transparencës i cili do të monitorojë dhe vendos çmimin e karburanteve. Për sa i përket ngritjes së bordit të transparencës, qytetarët e Vlorës e shohin me skepticizëm se ky i fundit mund të ketë efekt. Edhe nga eksperienca viteve të mëparshme, qytetarët thonë se bordi i transparencës nuk ka funksionuar asnjëherë dhe nuk e ka ulur çmimin e karburanteve. Sipas qytetarëve, në vend të bordit të transparencës duhet vendosur në funksion ashtu siç po bëjnë shtetet e tjera europiane, rezervat e karburanteve. Qytetarët theksojnë faktin se rritja e çmimit ndikon drejt për së drejti në xhepat e tyre, duke rënduar situatën ekonomike. Ky është lajm i mirë, po varet se sa do respektojnë atë këta. Po, mund të respektohet, po te 25-30% se këta kështu punojnë. Nëse ulet çmimi i karburanteve, ulen të gjitha. Po unë nuk besoj që asnjëherë nuk janë ulur. Janë ngritur dhe s'janë ulur asnjëherë. Prandaj unë besoj që rritja është normale që do rritë sepse është globale kjo. Por neve kemi hallin tonë. Shqiptarët janë të varfër, po ju rritë akoma çmimin e naftës të ke rritur gjitha, se kalojnë zinxhir ato. Përballojmë dot të çmimin e naftës? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Do vojmë, do ta përballojmë. Nuk do vdesin njerëzit, por ama do të vojnë. Ky është problemi, do rëndoj xhepat. Lojë. Pse lojë? Po lojë. Çmimet aty nafta aty ka qenë ajo pritej, diçka pritej. Rezervat ku janë? Në këtë rast ditën rezervat në shesh nuk bën ngrihet. Bordi le të jetë se pse e shkrin më përpara? Që e shkrin e ngrejnë prapë. Kështu që s'ka ndonjë vlerë. Fare s'ndihmon asnjë gjë, neve jemi detyruar të shkojmë kohë në fund pusit. Me këto çmime që po vënë, ka vetë 4000 lekë kilo spinaqit dhe ku bëhet fjalë për natën, nuk pres ndonjë gjë që të vi për mirë, përveç se për keq. Po çfarë nuk është ngritur, çfarë nuk është bërë. Ne e pranojmë. S'kemi çfarë bëjmë më tepër na ç'kemi bërë. Si duan le ta bëjmë. I mbytur në lag nuk ka që del. Le ta rrisin si duan, mase kush e di ai lag. Po do t'i rëndoj. Po i na rëndon, po kush na pyet ne valla? S'na pyet njëri. Është fatkeqësi për popullin shqiptar. Se populli shqiptar i ka gjitha kondita që të rrojë, dhe thënë, jo të vuaj kështu si vuajmë neve si robë lufte. Kush? A i do e shpjenë në qjelë, qa thot?
E përballojmë dot me këtë çmim nafte? Fare, ne do kemi vdekur. Ne jemi një të moshuar, s'kemi nga të vemi, nga të jambajmë, që duam pikin, po sikin do. Në vetëm 24 orët e fundit, rritja e çmimit të karburanteve ka prekur edhe Vlorën, ku nafta dhe benzina tregtohen me 214 deri 215 lekë për litër, duke pësuar në 24 orë një rritje çmimi nga 10 deri në 14 lekë. Pavarësisht luhatjes së temperaturave, fundjava i ka rikthyer gjallërinë Vlorës, ku frekuentimi i Bregdetit është të rritur ndjeshëm, teksa qytetarët e Vlorës, por dhe të mbritur nga qytete të ndryshme, zgjedhin ta kalojnë fundjavën afër detit. Pavarësisht temperaturave jo fort të përshtatshme, fundjava i ka rikthyer gjallërinë Vlorës. Me ardhjen e pranverës, frekuentimi i Bregdetit është rritur teksa qytetarët e Vlorës, por edhe të mbritur nga qytete të ndryshme, zgjedhin të kalojnë fundjavën afër detit. Siç tregojnë edhe vetë, preferojnë më tepër të shëtisin, por gjithashtu e shfrytëzojnë Bregdetin edhe për aktivitete fizike. Plazhi në Vlorë ende nuk ka filluar, por qytetarët thonë se ky sezon veror ka për të patur një numër të lartë turistësh, të cilët do të zgjedhin pikërisht Vlorën dhe jo vendet e lindjes së mesme, për shkak të luftës. Si në Vlorë? Si është? Shumë mirë. A rutina, jo. Fes, po dalim. Bëjmë një gjëra, vim vërdal, kështu, kthehemi prapë në qabe. Duke ardhur vërdal. Çfarë bën? Nisha ja, hajde vërdal, bridhëm, dhe për cepa. Shumë e bukur. E para joja, s'ka filluar gjallëria akoma. Po sezonin veror si e parashikon? E parashikoj bombë të madh shumë. Do ketë pushues turist? Sa të duash, do ketë sepse ndikon lufta në këtë mes. Do të vinë këteja? Do vinë këteja, edhe kështu që. Unë jam kryesisht shëtitje lungomare. Qyteti është mirë është qyteti, po nuk ka infrastrukturë. Mungon infrastruktura rrugore. Po sikur ka lëvizur një qikë. E gjitha të shumë biznese ankojnë se s'ka fluks të madh turistësh. Ndryshoi situata në sezon veror? Po besoj se po, në qoftë se do të stabilizohet dhe situata në Iran, lindjen e mesme. Po kjo lufta, mund ndikoj që kemi... Po ndikon. Po kjo ndikon dhe për më shumë se mund të shkëputen gjithë zonat që shkonin turistët, mund të vinë dhe këtej. Mund të ketë në një përmirësim për sa i përket turizmit, se më shumë vjetë për shembull i thithi Greqia dhe Turqia, se kishin çmime më të ulta për sa i përket hotelerisë. Ngremi në mëngjes, pim çajin në mëngjes, dalim me burin, bëjmë vrapin, ditë për ditë bëjmë 10 deri në 12.000 hapa i bëjmë për ditë. Kënaqemi, ajri pasën, tani shpërqi koha, po bukur, Vlora është e bukur, si Vlora s'ka. Aktiviteti fizik, ju ban gjallë? Po, shumë. Jemi një mosh, po, vrap, ajo që bëjmë, që hikim ecjen, jemi shumë. Po, sikur po merr pamje, mirë, nuk nga po bëjmë pastrime, rregullojmë pemët, i krahasisim, jo okej, mirë. Sezoni veror si e parashikon? Do ketë punë, patjetër, turista plot, vetë ketë Vlora është e bukur, si Vlora s'ka. Mal, fush, det. Nga shtëpia, bëjnë ai pazar atje në mëngjes, i pi bicikletës, vjen ujë të ftohtë, bosh i bidon ujë, i ki prapë në shtëpi dhe ulam. Po Vlora nuk diskutoj që do ketë. Po më shumë i kina ndaj poshtë këtu. Po lufta s'ndikon në Ballkan. Ka ata Si turistë që tjetë. për shembull në Arabi apo në lindjen e mesme mund vinë këtej. Po edhe vinë edhe s'vinë ata se e kanë mënë nga shtëpia, po është ma beti këtu vërdalla. Do vinë vëllëzrit tanë. Fundjava në Vlorë, sipas informacioneve, ka sjell edhe një rritje të prenotimeve në njësitë hoteliere të qytetit, ku mbizotrojnë pushues vendas nga qytete të ndryshme, por nuk mungojnë as shtetasit e huaj. Vlora konsolidohet si nga ato destinacione kryesore turistike të vendit, duke të rrequr vizitor vendas dhe të huaj fal bukurive natyrore, trashëgimisë kulturore dhe ofertës së pasur turistike. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia ndau në rrjetet sociale pamje nga qyteti bregdetar me peizazhe si në Kartolina. Vlora po konsolidohet çdo vit më shumë si një nga destinacionet kryesore turistike në Shqipëri, duke të rrequr vizitor vendas dhe të huaj fal bukurive natyrore, trashëgimisë kulturore si dhe ofertës së pasur turistike. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia
Dau në rrjetet sociale pamje nga qyteti bregdetar që ofrojnë pamje të mrekullueshme me peisazhe si në Kartolina. E vendosur mes detit Adriatik dhe Jon, Vlora ofron plazhe të larmishme, që nga zonat ranore e deri tek brigjet shkëmbore me ujëra të kristalta. Riviera e saj që shtrihet drejt jugut mbetet një ndër atraksionet më të preferuara për turistët gjatë sezonit veror. Zhvillimi i infrastrukturës, shtimi i infrastrukturës akomoduese dhe rritjet e investimeve në agroturizëm, si dhe shërbimet kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e fluksit të vizitorëve. Restorantet me gatime tradicionale dhe prodhimet vendase shtojnë më tej atraktivitetin e zonës. Institucionet dhe operatorët turistik synojnë që përmes promovimit të qëndrueshëm dhe përmirësimit të shërbimeve, Vlora të mbetet një destinacion konkurrues në rajon gjatë gjithë vitit, jo vetëm në sezonin veror. Mediat britanike rekomandojnë 2 zona kryesore për pushime, Ksamilin dhe Porto Palermo në Shqipëri, pjesë të quajturës Riviera Shqiptare si destinacione turistike këtë verë, të cilat duhet të vizitohen sa janë ende të pazbuluara përpara se të mbipopullohen. Ndërsa vendet të njohura europiane si Spanja dhe Portugalia vijojnë të jenë shumë të frekuentuara nga turistët, ekzistojnë ende destinacione më të qeta, ku pushuesit mund të relaksohen larg turmave masive. Kështu shkruhet në median britanike GB News. Këto destinacione ofrojnë plazhe piktoreske, akses të lehtë dhe çmime të përballueshme. Sipas ekspertëve të medias britanike, disa xhevair të fshehur duhet të vizitohen sa janë ende të pazbuluar përpara se ato të mbipopullohen. Mes destinacioneve të sugjeruara janë vend pushimet në Shqipëri, Spanjë dhe Portugali, me fokus të veçantë te Bregdeti shqiptar. Ekspertët rekomandojnë 2 zona kryesore për pushime, Ksamilin dhe Porto Palermo, pjesë të ashtu quajturës Riviera Shqiptare. Sipas tyre, Riviera Shqiptare po shndrohet me shpejtësi në një destinacion të rreqës dhe ekonomik, pikërisht në jug-perëndim të vendit. Të dhënat më të fundit tregojnë se rreth 11.7 milion turistë vizituan Shqipërinë në vitin 2024, një rritje prej 15% krahasuar me një vit më parë, një trend që reflekton interesin në rritje në këtë zonë. Një trend që reflekton interesin në rritje për këtë zonë. Vizitorët mund të shijojnë ujërat e kristalta, plazhet me gurales të bardhe, peizazhet mbretëslënse malore. Ksamili shpesh i konsideruar si Maldivët e Evropës, sugjerohet ndër plazhet më të bukur dhe më të preferuar, falë rërës së bardhë dhe ujrave jashtëzakonisht të kthjellta. Për ata që kërkojnë një atmosferë më të qetë, Porto Palermo ofron një nga gjiret më piktoresk, me një ngadishull të vogël që lidhet me tokën dhe një kështjell mbretëslënse të shekullit të 19 që njihet si kalaja ali pashtë Pelenës. Këto destinacione po shihen gjithnjë më shumë si alternativa ideale për pushuesit që kërkojnë bukurinë natyrore, qetësi dhe përvoja autentike, larg turizmit masiv. Administrata tatimore njofton bizneset dhe strukturat akomoduese në Shqipëri të bëjnë deklarimin e të ardhurave konform ligjit, ndërsa informon bizneset se duhet të verifikojnë nëse deklararimet e tyre janë në përputhje me të dhënat e Booking për të mos u bërë subjekt i rivlerësimeve tatimore. Administrata tatimore njofton të gjithë bizneset dhe strukturat akomoduese në Shqipëri që të bëjnë deklarim të të ardhurave konform ligjit, pasi disponon të gjitha rezervimet që janë bërë në vendin ton nga turistët dhe pushuesit përmes platformës Booking. Ndaj bëhet thirrje individëve që kanë siguruar të ardhura nga dhënia e akomodimit përmes kësaj platforme të deklarojnë ato në deklaratën vjetore të të ardhurave personale Diva 2025, thuhet në njoftim. Administrata tatimore informon bizneset se duhet të verifikojnë nëse deklarimet e tyre janë në përputhje me të dhënat e Booking për të mos u bërë subjekti i rivlerësimeve tatimore. Mos deklarimi të ardhurave përbën shkelje të legjislacionit tatimor dhe sjell penalitete sipas parashikimeve ligjore, njofton administrata tatimore, ndërsa thekson se disponon të dhëna mbi rezervime dhe shitjet e realizuara përmes platformës booking.com. Institucioni bën me dije se për periudhën janar-shtator 2025 kanë qenë 17.225 subjekte dhe individ që kanë realizuar shitjet e akomodimeve përmes platformës globale. Referuar shifrave rezulton se vlera totale e rezervimeve në Shqipëri gjatë periudhës së mësipërme 9 mujore ka qenë në vlerën e 80 milion eurove, apo 80 miliard lek të vjetër. Nga këto 12 milion euro apo 12 miliard lek kanë shkuar për Booking si komisione.
Do të ndalemi tek zhvillimet e rendit, ku ka bllokuar trotuarin me inertet e punimeve në banesën e tij, është gjobitur 20.000 lek 33 vjeçari. 33 vjeçari është ndëshkuar nga policia bashkiake pasi kishte kryer punime rekonstruktive në banesën e tij dhe inertet pa menduar i ka hedhur në trotuar. Hodhi inerte në trotuar duke ndotur ambientin dhe duke penguar lëvizjen e lirë të këmbësorëve, procedohet penalisht 33 vjeçari. Ndëshkohet gjithashtu me masë administrative 20.000 lek nga Policia Bashkiake e Vlorës. Strukturat e policisë në Vlorë gjatë monitorimin në terren me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë, si dhe për parandalimin dhe goditjen e palishmërive, kanë evidentuar dhe goditur një rast të ndotjes së mjedisit dhe bllokimit të lëvizjes së lirë të këmbësorëve. Si rezultat i veprimeve të shpejta dhe verifikimeve në terren, u procedua penalisht shtetasi AA, 33 vjeç, banues në Vlorë. Ky shtetas, pasi kishte kryer punime rekonstruktive në banesën e tij, kishte hedhur inerte në trotuar, duke cënuar sigurinë dhe qarkullimin e lirë të qytetarëve, si dhe duke ndotur mjedisin. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale, menaxhimi i mbetive parashikuar nga neni 201 fraksion A i Kodit Penal. Paralelisht me veprimet procedurale të kryera nga Policia e Vlorës, këtij shtetasin nga Policia Bashkiake në Vlorë në zbatim të legjislacionit në fuqi. Për mbrojtjen e mjedisit urban ju vendos masa administrative 20.000 lek. Policia e Vlorës apelon për qytetarët që të mbrojnë mjedisin dhe të denoncojnë në numrin 112 çdo palishmëri që konstatojnë. 2 persona kanë rënë në prangat e policisë së Sarandës për prodhim dhe shqitje të lëndëve narkotike. Një 51 vjeçar, një 22 vjeçar, të 2 banues të Sarandës e kishin kthyer lavazhin e makinave si bazë për shqitje e droge. Policia sekuestroi si provë materiale rreth 1 kilogram lëndë narkotike kanabis sativa dhe sende të tjera. Në Sarandë finalizua operacioni policor i koduar kamuflimi, ndërsa është goditur një rast i prodhimit si dhe shitjes së lëndëve narkotike. Gjatë operacionit janë arrestuar në flagrancë 2 shtetas, ndërsa është goditur një bazë shpërndarje e maskuar si lavazh automjetesh. Gjatë operacionit është sekuestruar rreth 1 kilogram lëndë narkotike kanabis sativa, si dhe sende të tjera të kundërligjshme. Policia bën me dije se në vijim të operacioneve të pandërprerja për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës, pasi pune intensive operative dhe hetimore, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar kamuflimi. Policia bën me dije se si rezultati i këtij operacioni u bë mundur edhe kapja në flagrancë një shtetas i 51 vjeç, po ashtu një 22 vjeçari banues në Sarandë. Nga veprimet hetimore rezulton se këta shtetas ushtronin veprimtari të palishme në fushën e shitjes së lëndëve narkotike në ambientet e një lavazhi automjetesh në rrugën Idriza Lidhima në Sarandë, të cilin e kishin përshtatur si bazë për shpërndarjen e lëndëve narkotike. Gjatë kontrollit të ushtruar në këtë ambient, shërbimet e policisë arritën të gjenin dhe të sekuestronin në cilësinë e provës materiale rreth 1 kilogram lëndë narkotike kanabis sativa, si edhe disa sende të tjera që shërbenin për ndarjen dhe ambalazhimin e saj, konkretisht 2 targa automjetesh, një targ motomjeti, si dhe një letër alumili. Policia bën me dije se në përfundim të këtij operacioni, materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë për veprime të mëtejshme. Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se ka mbyllur disa faqe interneti që sipas autoriteteve amerikane përdoreshin nga Irani për operacione psikologjike dhe shpërndarje propaganduese. Përmes këtyre faqeve janë shpërndarë dhe të dhëna të vjedhura nga sulme ndaj Shqipërisë. Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se ka mbyllur disa faqe interneti që sipas autoriteteve amerikane përdoreshin nga Irani për operacione psikologjike dhe shpërndarje propagande. Sipas njoftimit zyrtar, këto platforma dyshohet se menaxhoheshin nga Ministria Iraniane e Inteligjencës dhe Sigurisë dhe shërbenin për të synuar kritikët e regjimit, si dhe për të publikuar materiale të marra nga sulme kibernetike. Autoritetet amerikane bëjnë të ditur se përmes këtyre faqeve janë shpërndar edhe të dhëna të vjedhura nga sulme të mëparshme, përfshirë dhe ato ndaj Shqipërisë. Po ashtu sipas Departamentit të Drejtësisë, përmbajtja e publikuar ka përfshirë thirrje për dhun ndaj gazetarëve, disidentëve dhe qytetarëve izraelit. Një prej portaleve të mbyllura rezulton të ketë lidhje me grupin Homeland Justice, i cili më herët ka marrë përgjegjësinë për sulmet kibernetike ndaj Shqipërisë. Departamenti i Drejtësisë cilësoi materialet e publikuara në këtë faqe si pjesë të propagandës iraniane. Në Gjirokastër është zhvilluar Festivali i Shkencës, një aktivitet që ka në qendër të vëmendjes nxënësit e gjimnazeve të qytetit dhe pasionin e tyre për dijen dhe inovacionin.
Në Gjirokastër është zhvilluar festivali i shkencës, një aktivitet që ka sjellë në qendër të vëmendjes nxënësit e gjimnazave të qytetit dhe pasionin e tyre për dijen dhe inovacionin. Ky festival u kthye në një hapësirë ku të rinjt prezantuan projektet e tyre kreative duke dëshmuar se shkenca nuk është vetëm teori, por edhe praktikë dhe zgjidhje konkrete për jetën e përditshme. Paraqitemi me një projekt që synon që të ndërlidh trashëgimin me teknologjinë dhe ta paraqes qytetin ton si një ekosistem kulturor që mund të përjetohet me anë të pajisjeve digjitale. Pra, konkretisht kemi nxjerrë dy produkte, të cilat promovojnë Gjirokastrën. I pari është Muzeu Etnografik Virtual i Gjirokastrës, pra është një përvojë virtuale sikur kalon në Gjirokastër. Është një muze dy gjuhësh me informacion të detajuar për çdo objekt me të gjitha dhomat dhe produkti i dytë është një e-book mbi Gjirokastrën, mbi kulinarinë, arkitekturën, figurat e njohura të Gjirokastrës dhe pra përcjell qytetin ton me anë të teknologjisë. Me punën në grup kemi realizuar, morëm një ide që sepse qyteti nuk paraqitet në këtë mënyrë të re dhe bashkëkohore, dhe morëm shka sepse kishim dëshirë që qytetin ton që është kaq i pasur me histori dhe me kulturë që ta paraqisnim dhe në këtë mënyrë, ta përshtatnim me metodat e reja teknologjike. Nxënësit kanë punuar për javë të tëra për të realizuar projekte në fusha të ndryshme si teknologjia, mjedisi, automatizimi apo inovacionet praktike duke sjellë ide të reja dhe zgjidhje konkrete për problemet reale. Prezantohemi me Smart City, qytet inteligjent me energji të rinovueshme. Tregojmë se si mund të jetë një qytet modern në të ardhmen dhe më i përmirësuar dhe më i zhvilluar për të gjithë njerëzit dhe duke përdorur gjëra të rinovueshme për mos të ndotur më shumë ambienti dhe për të përmirësuar jetën në qytet. Kemi përdorur dhe teknologji të avancuar, siç janë mikrobitët dhe qarqet elektrike në seri dhe në paralel. Thjesht krijojmë një ide se si mund të jetë një qytet në të ardhmen. Dhe shpresojmë që të bëhet një qytetet në të ardhmen të bëhet të zhvilluara si ky që ne kemi bërë. Në këtë kuadër, festivali shërbeu si një laborator i vërtet talentesh, ku shpalosën aftësitë krijuese dhe mendimi kritik i të rinjve. Festivali i shkencës është pjesë e një nisme më të gjerë që po zhvillohet në shkollat e mesme në gjithë vendin, me synimin për të nxitur kërkimin shkencor dhe për të zbuluar potencialin e nxënësve në fusha inovative. Ai përbën një mundësi të rëndësishme për të promovuar dijen, bashkëpunimin dhe zhvillimin e ideve të reja. Përmes këtij aktiviteti, Gjirokastra jo vetëm që forcon rolin e saj si një qytet i traditës dhe kulturës, por edhe si një qendër që investon te rinia dhe ardhmja, duke i dhënë hapësirë mendjeve të reja për të ndërtuar botën e nesërme. Do ndalemi tek Teatri i Kukullave të Qendrës Kulturore të Vlorës, ka prezantuar edhe për fundjavën shfaqjen Kësulkuqa. Sipas aktores amatore të këtij teatri, Androneda Çaushllari, kjo shfaqje përcjellte fëmijët mesazhin për t'i dashur prindrit, familjen dhe veçanërisht gjyshërit. Teatri i Kukullave i Qendrës Kulturore Vlorë vjen këtë fundjavë me shfaqjen Kësulkuqa. Androneda Çaushllari, aktore amatore e Teatrit të Kukullave, tregon se kjo është një nga shfaqjet më të bukura që mund të paraqitet fëmijëve. Sipas Çaushllarit, kjo shfaqje transmeton tek fëmijët mesazhin që t'i duan prindrit, familjen dhe veçanërisht gjyshërit. Aktoria thotë se Teatri i Kukullave krahas shfaqjeve në sallën e Pallatit të Kulturës ka pasur sukses edhe në shfaqjet e organizuara në sheshet kryesore të qytetit. Sot kemi Kësulkuqen, një fabul ose një përrall siç e njohin të gjithë fëmijët, ku në thelb është dashuria midis prindrit dhe fëmijës, atë që ne nuk duhet t'i kundërshtojmë asnjëherë prindrit, të kemi vënë vesh këshillat e tyre, dhe padyshim dashuria midis mbesës dhe gjyshes. Sot fëmijët do jetë një ndër shfaqjet më të bukura që ne kemi realizuar në këto vite dhe shpresoj që salla të jetë plot. Ndërsa në datën 28 do të kemi Perla e dritës së detit. Është një fabul shumë e bukur, ku ne paraqesim ato problematika që ne i hasim çdo ditë duke qenë se jemi një vend bregdetar dhe nuk duhet ta ndotim ambientin. Në këto javë ne nuk kemi qenë gjatë gjithë kohës në stall, kemi qenë edhe në terren, ku kemi zhvilluar padyshim aktivitet shumë të bukur me Teatrin e Kukullave dhe kemi qenë shumë falendërues të gjithë fëmijëve dhe prindrit që i sjellnin fëmijët për të mësuar dhe për të marrë këshilla nga këto fabula që ne paraqesim. Si një aktore e re, ajo thotë se është kënaqësi të jesh pjesë e Teatrit të Kukullave. Fëmijët sipas saj janë kritikët e vërtetë të çdo shfaqjeje. Ka filluar si fillim si pasion. Më pas ne kemi gjetur veten në këto role, në zërat që ne realizojmë, në personazhet që ne hasim sa herë që kemi premiera të reja dhe ne realisht tani po fillojmë po punojmë për një premierë të re, duke patur në thelb atë që fëmijët duan të hasin. Ato vështirësitë që ne mund të hasim gjatë gjithë ditës dhe padyshim fabula do jetë më e pranueshme dhe më me kërkesat e fëmijëve. Ne e kemi si primare që fëmijët t'i kemi në thelb dhe duam që fëmijët të reagojnë gjatë kohës
që ne bëjmë shfaqje. Të pëlqen ky profesion? Absolutisht është një ndër punët që unë mund të bëj me shumë qef, shumë dëshirë, shumë pasion, sepse fëmijët janë ata kritikët e vërtet të artit. Se ata nuk kanë ndrojtje për ta thënë se kush ishte gabim ose kush ishte personazhi i tyre i preferuar. Kjo është shfaqja e parafundit e pranverës që ngjitet në skenë. Më 28 mars do të jetë perla e dritës së detit dhe më pas do të nisë përgatitja për premierën e cila do të jetë e re. Trajneri Silvinho ka publikuar listën me 26 lojtarët e grumbulluar të kombëtares shqiptare, e cila do të zhvillojë ndeshjen e parë për kualifikimin botror 2026 ndaj Polonisë më 26 mars në Varshavë. Lista një kombinimi lojtarëve me eksperiencë dhe elementëve të rinj me synim për të ruajtur si ekuilibrin mes qëndrueshmërisë, ashtu dhe freskinë në skuadër. Kombëtarja shqiptare do të zhvillojë ndeshjen e parë të play-offit për kualifikimin botrorin 2026 ndaj Polonisë më 26 mars në Varshavë. Kjo me sfidën që do të nisë në orën 20:45. Kjo përballje konsiderohet mjaft e rëndësishme për kuqezinë, të cilët synojnë të hedhin një hap të sigurt drejt një tjetër arritje historike në arenën ndërkombëtare, për të synuar për herë të parë kualifikimin në kampionatin botror. Trajneri kombëtares shqiptare Silvinho ka publikuar edhe listën me 26 lojtarët e grumbulluar për këtë ndeshje, si dhe për përballjen e mundshme të radhës ndaj Ukrainës ose Suedisë më datë 31 mars. Lista përfshin një kombinim të lojtarëve me eksperiencë dhe elementëve të rinj, duke treguar qartë synimin për të ruajtur ekuilibrin mes qëndrueshmërisë dhe freskisë në skuadër. Risi në këtë grumbullim janë mbrojtësit Stavro Pilo dhe Bujar Plana, të cilët marrin për herë të parë një ftesë nga kombëtarja shqiptare. Ftesa e tyre vjen si shpërblim për paraqitje e mira në klubet respektive dhe shihet si një investim për të ardhmen e ekipit kombëtar. Ndërkohë tekniku brazilian i kombëtares shqiptare ka rikthyer në skuadër edhe disa nga lojtarët më në formë të momentit, si Ernest Nuçi që luan në Turqi dhe Anis Mehmeti që luan në Angli, të cilët pritet të kenë një rol të rëndësishëm në repartin ofensiv. Pritshmëritë janë të larta për këtë grumbullim, teksa Shqipëria synon të paraqitet në nivel maksimal dhe të marrë një rezultat pozitiv në transfert, pavarësisht vështirësisë që paraqet takimi me Poloninë. Ju përshëndes që na ndoqët. Faleminderit.